Rrudhat poshtë syve nuk janë fort të mira, sepse tregojnë shenjat e para të plakjes. Ato dalin më shumë në pak kur buzëqeshni, rrudhni vetullat ose qeshni me të madhe. Shpesh rrudhat mund të tjetërsojnë paraqitjen tuaj dhe t'ju bëjnë të dukeni të mëdhenj në moshë. Lëkura por syve shumë delikate dhe rrudhat mund të shfaqen edhe në një moshë shumë të re si pasojë e mungesës së lagështisë. Humbja e kolagjenit, ekspozimi në diell dhe humbja e elasticitetit të lëkurës janë të gjithë kontribues në shfaqjen e rrudhave. Në treg mund të gjeni kura premtuese që mund t'i përgatisni në shtëpi, megjithatë, këto kura janë ideale për zbutjen e rrudhave, por jo për zhdukjen e tyre. Por ajo çfarë na lind pyetja që na lind natyrshëm është pse krijohen rrudhat e syve? Humbja e kolagjenit dhe elastinës ndikon pikërisht pra që të formohen këto vija të holla. Ekspozimi i lartë në diell po ashtu është një nga shkaktarët më të mëdhenj të shfaqjes së rrudhave. Një tjetër arsye është kontraktimi i muskujve të fytyrës si pasojë të qeshurës ose duhanpirja. Përdorimi i një kremi hidratues mund të zbusë paraqitjen e tyre. Kremi ose kura e dur mund të zbusë paraqitjen e rrudhave me 20%. Dhe në ndihmë ju vjen vaji i arrës së kokosit. Nëse aplikoni vaj të arrës së kokosit në pjesën poshtë syve, do të vëreni një zbutje të konsiderueshme të rrudhave. Ky vaj e ushqen ndjeshëm lëkurën delikate. Ai nxit prodhimin e kolagjenit dhe përmban shumë antioksidant që shkatërrojnë radikalet e lira, të cilat kontribuojnë te plakja. Vajin e arrës së kokosit mund ta përdorni 2 deri në 3 herë gjatë ditës, përfshirë në mbrëmje përpara gjumit. Pas aplikimit bëni një masazh të lehtë duke përdorur mollzat e gishtave. Gjeli i aloe verës është shumë i mirë për të zbehur vijat e holla dhe rrudhat e syve sepse e bën lëkurën elastike. Gjeli i aloe verës e ushqen lëkurën shumë mirë sepse është i pasur me antioksidant. Përbërësit e gjelit kanë aftësi shtrënguese për lëkurën dhe e bëjnë atë më të tendosur fal nxitjes së prodhimit të kolagjenit dhe fibrës. Përdorini gjelin 2 ose 3 herë në ditë dhe bëni një masazh të lehtë. Aloe vera është ideal për të trajtuar paraqitjen e lodhur të syve dhe heqjen e radhëve të zinj. Vaj avokados po ashtu, të cilin mund ta përzjeni me vaj limoni apo qitroje dhe të krijoni një kurrë fantastike kundër rrudhave. Me mollzat e gishtave masazhoni zonën rreth syve dhe pas disa përdorimesh do të shihni dhe efektet e mahnitshme. Patjetër në këtë listë nuk ka se si të mungojë dhe kastraveci që ekstraktet e tij ndihmojnë në rritjen e elastinës dhe ushqimin e lëkurës me antioksidant. Kastraveci jo vetëm që ushqen dhe freskon lëkurën, por zbut ndjeshëm shenjat e plakjes së saj. Mbajini fetat e kastravecit për 10 apo 15 minuta dhe më pas fërkojeni zonën lehtë me vaj të arrës së kokosit, pra kombinojeni të dyja. Dhe keni parasysh, mënyra më e mirë për të luftuar rrudhat, pra në një moshë shumë të hershme, përdorni krem kundër diellit. Pra mos dilni asnjëherë qoftë edhe në dimër pa të. Mbani syze dielli. Pini 8 deri në 10 gota ujë në ditë për të përmirësuar pra kompleksitetin e lëkurës. Hidratimi është shumë i rëndësishëm, jo vetëm për rrudhat, por për të gjithë shëndetin tuaj.